Një tërmet i fortë me magnitud 5.8 ball të shkallës Richter në orën 2:17 pas mesnatës në zonën detare midis Rodhosit dhe Turqisë tronditi vendin. Menjëherë pas lëkundjeve, departamenti i zjarfikësve të ishullit kreu kontrolle në pjesë të ndryshme të qytetit. Lëkundjet ishin shumë të forta, ndërsa banorët dhe turistët e ishullit u tmerruan dhe braktisën hotelet ku po qëndronin. Në Rodhos nuk ka raportime për të lënduar apo dëme materiale. Mediat greke raportojnë se tërmeti ishte intensiv dhe zgjati shumë, ndërsa aktiviteti sismik u ndje edhe në Turqi. Sipas mediave turke, një vajzë 14 vjeçare humbi jetën dhe 69 persona të tjerë u plagosën. Lëkundjet janë ndjerë kryesisht në qytetet Mugla, Izmir, Antalya, Aydin, Denizli dhe Manisa. Ministri i Brendshëm turk Ali Yerlikaya njoftoi se adoleshentja u dërguar në spital pasi pësoi një atak paniku, ku për fat të keq, pavarësisht të gjitha përpjekjeve të mjekëve, humbi jetën. Sipas ministrit, shumica e të plagosurve të tjerë u hodhën nga një lartësi sepse u kapën nga paniku për shkak të dridhjeve të forta sismike.